Mirë ai që ikën. Mirë ai që ikën se... Shiko, mirë këta artistët, këta vipat në Big Brother nuk e kishin iden dhe nuk e kanë iden se çka ka ndodhur, ose nuk e kanë iden për ikjen e Shpatit nga kjo jetë në kaq të hershme, në një moshë shumë të re. Ajo që më vjen mua më copton fare është që si ka mundësi më, po cila ishte arsye? Pse e vun këtë këngë? 10 diq. Nuk e di. Zoti u thoft, por unë dua ta marr në një farë mënyre si në shenjë kujtimi ose respekti për ata që kanë vënë këtë lloj këngë, por që dua ta marr kështu në mënyrën më idiote. Nuk e di. Ju qofshit, mirë ata që nuk e din, po ju stafi Big Brother Big Kosova, pse e bëni këtë lloj gjë? Ne me këngët e Shpatit, patjetër do kërcejmë, do gëzojmë të gjitha me radhë, sepse ka lënë gjurmë këtë jetë. Kot nuk do të quhesh artist, po ishte pak e papërshtatshme për festat e nëntorit, në një kohë që ne e morëm vesh që ai vdiq, për festat e nëntorit edhe hajde të vë muzikën, sigur. Ka diçka që nuk shkon. Nuk e di çfarë mund të them. Thjesht më vjen keq, mirë ai që ikën. E them këtë jo vetëm për Shpatin, por për të gjithë. Mirë ai që ikën, mirë për jetën e vet. Po familja e të gjithë të afërmit do hanë, do pinë, do gëzojnë, do vinë të treta, të shtata, të 40, do të hanë atë korën e bukës, atë pjatën me tas kebab, do ikin edhe aq ish muhabeti. Mirë për atë që ikën. Jo gjuna djali, mami, fëmia, babi, motra, vllai. Nuk kam unë gjuna për këta kur vdes dikush. Për këta të afër. Kam gjuna, më vjen keq shumë fare për atë që ikën, për jetën e tij. Pa këta, ta tjerë do hanë, do pinë, do vallëzojnë.